Pasi ditë më parë Arben Fetaj dha dorëheqjen nga posti i zëvendës kryeministit dhe ministrit për qeverisje të mirë, fati i tij ende nuk dihet se ku do të përfundojë. Për këtë çështje, televizioni Shenja ka pyetur deputetin e Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe se a ekziston mundësia që Fetaj të kthehet në partinë AM, pra në ASH, por si duket kjo çështje është e pamundur, pasi Snopçe tha se nuk mendon për një gjë të tillë. I pari që ka kërkuar llogari nga Fetaj, Snopçe tha se ka qenë pikërisht ai, ndërsa shtoi se Fetaj për momentin është i dëshpëruar politikisht, pasi sipas tij Fetaj ka dhënë shumë kritika kundrejt ish bashkëpartiakëve të tij. Pra nuk do një indikacion tillë nuk kemi për momentin, nuk ma merr mendja se mund të ndodhe diçka tillë. Po në politik thuhet një fjali asnjëherë mos thuaj jo, ha. Po nuk ma merr mendja sepse faktikisht mendoj se ai është dëshpëruar politikisht momentalisht, sepse ka dhënë shumë kritika, ka përdorur shumë fjalë të rënda ndaj bashkëpartiakëve të Aleancës për Shqiptarët, ish miqve dhe shokëve të tij, dhe ai në fakt një farë forme ra në grackën e njëjtë faktikisht. Ato fjali që ka përdorur ndaj neve i bie që i ka përdorur ndaj vetvetes së tij. Në një kondicion të tillë unë e arsyetova për pyetjen time. Kështu që edhe politika mendoj se ka një dosë, duhet të ketë, jo se ka, patjetër edhe politika duhet të ketë një dosë morali. Ndërkaq, për çështjen e dorëheqjes së Arben Fetajit, gjatë ditës së djeshme foli edhe kryeministri Kristian Miskovski, i cili tha se në pjesën e dytë të sheshorit do të nisë rikonstruimi i qeverisë, ndërsa mohoi zërat se Fetaj nuk ka shkuar në punë me muaj të tërë. Kujtojmë se Arben Fetaj ka qenë kuadër i koalicionit të atëhershëm Vlen, që përfaqësonte Aleancën për Shqiptarët të mbetur në qeveri, por kur Vlen vendosi të shkrihet në një parti, Fetaj nuk u pajtua dhe pastaj vijoi edhe dorëheqja e tij.